Që prese kur Partia Demokratike për shkak të Sali Berishës u damkos me non grata nga SBA-t, asnjë prej funksionarëve të saj nuk ka arritur dot të deportojë në Departamentin e Shtetit apo të zhvillojë takime të rëndësishme. Lulzim Basha, i cili për herë të parë në zgjedhjen e tij në korrik nuk mori një urim nga përfaqësues amerikan, ka qenë në SBA dhjetorin e shkuar, por nuk shkoi më shumë se disa takime të zakonshme me kongresmen. Kjo është thyer këtë të mërkur nga Gazmend Bardhi, i cili prej fillimit të kësaj jave ndodhet në SBA, i ftuar në mëngjesin e lutjeve. Ai shpërndau këtë fotografi ku është së bashku me deputet të tjerë në një takim në Departamentin e Shtetit me Gabriel Escobar, zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit dhe të dërguarin për Ballkanin Perëndimor. SBA mbetet aleati ynë kyç dhe shqiptarët janë me fat që i kanë në krah. Shqipëria si vend antar i NATO-s duhet i qëndrojë standardeve të një vendi demokratik dhe të punojë me vendosmëri për të bërë pjesë e BE-s. Kjo fotografi e Bardhit dhe deputetëve të tjerë aty është shpërndar nga ambasada amerikane në Tiranë, që shpreh vlerësim për faktin që deputetët shqiptar të të dyja palëve janë aty së bashku. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë partneritetin e fortë me Shqipërinë dhe përfaqësuesit e saj të zgjedhur në çështje të rëndësishme rajonale dhe ndërkombëtare. Populli shqiptar meriton një demokraci të fortë, të shëndetshme, ku të gjithë aktorët politik punojnë së bashku për të mirën e përbashkët të vendit. Ky komenti i ambasadës së SBA-s në Tiranë duket një herësh edhe si një thirrje e përsëritur që të dyja palët të gjejnë rrugët e dialogut dhe të rikthejnë normalitetin në parlament për ta bërë atë më të vlefshëm dhe në shërbim të qytetarëve.